Zonjën Teuta Nunaj Kortoqi, eksperte e njohur e çështjeve të ekonomisë, do të kem kënaqësinë të ndaj disa minuta shkurtimisht në vazhdim për të na dhënë më tepër informacione se cilat janë kategoritë që përfitojnë nga ky vendim i sotëm i Këshillit të Ministrave. Zonja Nunaj, përshëndetje, kënaqësi që po flasim së bashku. Përshëndetje, falenderoj për ftesën. Tani, kur flasim për rritje pagash, menjëherë mendja dhe kurioziteti shkon tek masa. Pra, cilat janë kategoritë që përfitojnë dhe ky 2.5% që referuar faktit se sa janë sot pagat e administratës. Sa përkthehet në shifër? Në rastin konkret ku flasim për indeksimin, jemi për herë të parë që indeksohen pagat e administratës dhe nëse ne do bëjmë një paralelizëm me pensionit është e njëjta logjikë, që nuk kuptohet këto pagat e ruajnë të njëjtën fuqi vlerëse, ndaj quhet pjesë e indeksimit. Sërish në këtë rast në analizën time kemi të bëjmë aspektin nominal një rritje të pagave, sepse tashmë nëse një pagë mesatare për shembull do ta marrë në vlerën 100.000 lekë në muaj, dhe ky indeksim në këtë rast do të thotë që kjo pagë do të rritet me 1% e 2.5 në muaj. 2.500 lekë të vjetë, 250 lekë të rinj, po. 250 në këtë rast. Dhe kjo e bën në këtë rast që në vlerë nominale kjo pagë të rritet, ndërsa në fuqi vlerëse do ruajë të njëjtë nivel. Në vendimin e Këshillit të Ministrave paga nis nga paga e presidentit, sepse në strukturën e skemës së pagave, piramid ose në këtë rast nëse do ta përdorim dhe termin piramid, sepse është e vlefshme në këtë rast, maja e piramidës është pikërisht paga e presidentit të Republikës. Dhe në varësi të pagës së presidentit të Republikës janë ndërtuar struktura pagave në bazë të niveleve. Pra nëse do ta ndajmë në 3 nivele piramidën e pagave, do themi që niveli i parë janë ata që janë specialistë, ose në këtë rast niveli më i ulët i në punësve civil por edhe punojësve, në këtë rast niveli mesëm janë ata që janë në nivelet drejtuese, siç mund të jenë sekretari i përgjithshëm, drejtori i përgjithshëm, pra ajo që është niveli mesëm menaxherial, dhe maja e piramidës në këtë rast janë titullarët ose drejtuesit. Dhe në këtë piramidë maja është presidenti i Republikës. Ndaj në këtë rast dhe paga e presidentit citohet në mënyrë të veçantë në këtë rast. Indeksimi duke filluar pra nga piramida, nga maja dhe vazhduar deri në pjesën tjetër të administratës. Ajo që do themi te grupimet e ndarjes. Së pari në këtë rast janë drejtuesit e lartë, pra fillohet në këtë rast me presidentin dhe duke vijuar me të gjithë strukturën në këtë rast të institucioneve, i kemi të emërtuar strukturat më vete, sepse neve kemi në pjesën e sektorit publik, kemi një administratë publike, por kemi në këtë rast edhe institucione agjencie, siç janë ose në këtë rast zëra të veçantë në punësisht të shtetit, siç janë për shembull prokurorët e gjyqtarët, të cilët nuk janë struktura varësie në këtë pjesë administrate, po janë organe të pavarura. Ndaj në këtë rast dhe këto citohen më vete. E qartë. Kush nuk përfiton nga ky indeksim i pagave sot në administratë, zonja Nunaj? Në atë çka unë kam lexuar tek vendimi i Këshillit të Ministrave, nuk kemi një grup që nuk do jetë përfshirës, pra nuk është i përfshirë në këtë indeksim, por në këtë rast i kemi të përfshirë të gjithë punojësit e administratës, qoftë asaj qendrore në këtë rast dhe ato që janë, do t'i quajmë administratat që janë pjesë e institucioneve të pavarura, ose ata në këtë rast të cilët janë institucionet e varësisë. Botimi në fletoren zyrtare, sa kohë merr për të kuptuar se nga cila datë do të hyjë në fuqi ky indeksim i pagave që u miratua sot në mbledhjen e Këshillit të Ministrave? Përgjithsisht, vendimet e Këshillit të Ministrave janë publikuar në fletoren zyrtare në një numër shumë kufizuar ditësh. Pra ka raste që publikimi është bërë brenda ditës, ka raste i cili në këtë rast publikimi është bërë brenda një jave, po maksimumi zakonisht ka zgjatur 2 javë. Dhe pse në këtë rast? Sepse vendimet e Këshillit të Ministrave nuk janë si ligje që ka nevojë të dekretohen nga presidenti dhe më pas të publikohen në fletoren zyrtare, por ata në këtë rast publikohen në mënyrë të drejtë për drejtë. Dhe gjykoj që nëse ky publikim është bërë sot ose do bëhet nesër, pra hyrja në fuqi aty deklarohet që nga momenti që është publikuar në fletoren zyrtare, dhe besoj se mund të jetë ndoshta nesër, ndoshta pas nesër, ndoshta edhe mund të jetë një publikimi i orëve të vona ose i ditës sotme. E qartë, zonja Nunaj, a është ky indeksim i pagave ditën e sotme për të cilin në nisjet e kësaj bisede së bashku ju thatë se bëhet për herë të parë pasojë rritjes së pagës minimale në 500 euro në vendin tonë? Unë nuk do ta lidhja indeksimin e pagave me pagën minimale, sepse në këtë rast janë dy zëra që nuk janë të ndërvaruar në mënyrë të drejtë për drejtë me njëri tjetrin. Indeksimi në vetvete ka konceptin e ruajtjes së fuqisë vlerëse, që nuk kuptohet, një punonjë se sot ka hyrë në tregun e administratës publike dhe ka një pagë për shembull 100.000 lekë, në vitin e ardhshëm, sepse indeksimi është parashikuar të bëhet çdo 2 vite, ai të ruaj edhe pas 2 viteve të njëjtën fuqi vlerëse, pra ai me këtë 100.000 lekë të blej njësi mall.
Nëse ne në këtë rast nuk do bëjmë indeksimin siç nuk ka ndodhur, atëherë do thotë që fuqia e vlerës së një page do zgoglohet, që në kuptohet ky qytetar do ketë më pak para sepse në të ardhurën e tij. Edhe pse në vlerë mund ta ruaj pra 100.000 njësoj, po vlera e paras është e ndryshme. Ose në këtë rast do të quajmë një lloj vlerësimi të parasë. Për sa kohë ti ble më pak njësi do thotë që ty të duhet më shumë para për të blerë të njëjtën sasi produkti ose shërbimi. Në këtë pjesë do themi që kjo është një lajm shumë i mirë. Ndodh për herë të parë indeksimi dhe kjo në këtë rast nuk do krijojë mundësinë siç patën në 23-24, pra në këto 2 vite, atë politikë rritje të pagave që pati një rritje page të administratës në mënyrë penjeshme. Kjo rrit në mënyrë graduale dhe i jep sens ruajtjes së fuqisë vlerëse dhe njëkohësisht nuk krijon atë rritje e cila neve kemi analizuar që është një rritje jo mbi bazë produktiviteti. Kjo është rritje mbi bazën e zhvillimit të tregut. Pyetja e fundit, ky është indeksimi vetëm brenda aktiviti apo mund të ndodhë që deri në fund në varësi të inflacionit mund të ketë indeksime të tjera të kësaj kategorie për pagat e administratës Janunaj? Unë gjykoj që në këtë rast që ky do jetë indeksimi vetëm për 2 vite, pra nëse do të referohemi atë që ka deklaruar kryeministri ose ministri financave dhe ministri financave kur ka shpjeguar buxhetin, pra edhe në shpjegimin e buxhetit që ministri financave ka bërë në parlament, pra në komisionin e ekonomisë, e ka deklaruar që do planifikohet të bëhet indeksimi i pagave të administratës në masën 2.5% çdo 2 vite. Unë nuk të rast gjykoj se do ketë një indeksim të ri, indeksimi që mund të jetë vetëm në sistemin e pensioneve, por jo më në tregun e punës në administratën publike dhe nuk ka, në thonjë za një arsye konkrete momentalisht që ne vetë themi që po lindë nevoja të bëhet një indeksim i ri. Nëse ndodh një krizë ose një gjë e paparashikueshme është një tjetër çështje, por me këto të dhëna që kemi sot, gjykoj që nuk do kemi një indeksim në këto 2 vite. Shumë faleminderit për sqarimet zoja Nunaj. Faleminderit sërish juve, kënaqësi. Faleminderit. Ishim me Teuta Nunaj Kortoçi, eksperte e njohur e çështjeve të ekonomisë, e cila na u bashkua drejt për së drejti për të na dhënë më tepër informacione rreth indeksimit të pagave që është bërë gjatë ditës së sotme me vendim të Këshillit të Ministrave.